Janë rikthyer sërish përplasjet mes Inspektoratit të Mjedisit Pranbashkisë dhe firmës e cila merret me zbatimin e projektit në hyrje të Pogradecit. Shkaki i rikthimit të përplasjeve ka qenë pikërisht hedhja e inerteve nga ana e firmës në vende të cilat asaj është ndaluar ta bëjë një gjë të tillë, siç është edhe një pjesë kodre në zonën e Pojskës. Mjetet e rënda janë parë këtë të premte të ngjiten në këtë zonë për hedhjen e inerteve, ndërsa banorët kishin njoftuar njësinë administrative, e cila mbriti atje së bashku me policinë bashkiake për të ndaluar mjetet. Përplasja është shoqëruar dhe me debate, ndërsa më pas një mjet i policisë bashkiake së bashku me 3 policë është lënë për të mos lejuar kalimin e mjeteve. Sipas sektorit pyjor në Pogradec, firmës i është përcaktuar hedhja e inerteve në zonën e Qervenakës, por që firma nuk ka pranuar t'i hedhë atje. Mbas kontrollit të gjithë pjesëve të përrenjërit që ndodhe që nga lumitranit, numri i lishtit, roji u të lishtit, që janë plësuar me materiale inerte nga Pevlaku, subjekti që ka rrugën, ne bëmë vallëqime me drejtorinë e përgjithshme të rrugëve në bashki dhe përfundimisht duke parë të studion ne kemi saktuar vendin në Qervenak të Minera, në fillim të rrugës Shënçati Qervenak. Atje ka vend për të hedhur inerte, të cilat nuk ndikojnë negativisht edhe për liçenin edhe për transportin e materialeve të mbyllura deri në zonat banore. Firma pretendon thotë atje është darë dhe makina nuk gjiten. Pa e provon, ata sa ka provuar tash një të shkojnë ta provojnë një atë. Ne përfundimisht nuk mund të japim vend tjetër se s'ka. Sepse kjo është zona mbrojtëse e kategorisë së 5 e cila nuk lejon në mbululimet në pjerësitë e terrenit që është tonë liçen. Kur e keni propozuar këtë vend firmës? Këtë e kemi propozuar para 3 muajsh. Këtë punë, pastaj mbas saj ka ndalon punimet duke i punë tyre punë. A ka hedhur ndonjëherë inertën në vendin që ju keni përcaktuar kjo? Nuk ka hedhur asnjëherë. Një përplasje e tillë mund të shkaktojë sërish ndërprerje të punimeve në rast se nuk arrihet të gjendet një rrugë mesme në lidhje me këtë çështje, pasi firma pretendon se zona e Qervenakës është shumë larg për të bërë hedhjen e inerteve.